Kështu që projekti është, domethënë të primar të merremi me vajzat e kampionatit shqiptar nga aty për të promovuar lojtarët tjerë për të arritur te ekipi kombëtar. Kështu që na kanë dhënë këtë të drejtë federata sepse duan që të sensibilizojmë futbollin e femër pak më shumë, na duhen pak më shumë tifoz lek sepse jemi çik më mbrapa nga ekipet e çunave. Kështu që shpresojmë që edhe ne në një të ardhme të shpejtë pse mos kemi tifozë që s'kan ekipet e meshkujve. Bukur do ishte. Dabulla, krahasimisht me nësë është herët, okej, por besoj që mund ta kemi një lloj panorame të tillë, të nivelit asaj që lam pas dhe çfarë prodhoi këtë vit Abisne Superiore. Marrë konsiderat ndryshimin e mënyrës se si shkohet për të dalë ekip kampion. Nëse më lejon duhet të diçka edhe për Partizanin. Po, sigurisht. Se më bëri përshtypje ajo që tha për dëmtimet. Po të vazhdojnë të kenë atë fush ku bëjnë ndeshjet, edhe ku stërviten, do kenë gjithmonë problem lojtarët. Që që investimi më i mirë që mund bëj klubi Partizanit është të ndryshojë fushën. Po ndryshojnë, po bën. Dakor, kur të ndryshojë fusha të bëhet me bar natyral, do ketë edhe performancë më të mirë lojtarësh, do ketë edhe më pak dëmtime. Ajo fushë për mua, do të thonë, nga eksperienca si lojtar është vrastare për lojtarët. Kështu që investimi i mirë ai është për të bërë dhe pastaj besoj që si klub edhe si ekipet, gjitha ekipet bashkë mund të bëjnë shumë më mirë. Kurse si për këtë kampionat unë në fund pash shumë gjëra që u bën pis. Ja zakonisht pis. Disa 3-4 ndeshjet e fundit për mua nuk ishin ndeshje, ishin turpe. Do të thënë më pak javët e fundit. Skuadra që është më pak ose që ishte që nuk u bë pis është vetëm Tirana. Të tjerat u ndyen gjitha nga pak. Kështu që nuk më pëlqeu fare në fund. Kjo pjesë edhe besoj që edhe ato pikë që kanë lënë skuadra që sot janë Final Four, mbase po i qajnë. Ato mbase lëshime që kanë bërë ose neglizhenca ose quaj si duash. Po, dakord. Po, do të thënë po i vuajnë tani në fund. Edhe tjetra më zhdukur edhe kjo që ky Final Four i famshëm, mua më do të thënë se unë e mbaj mend është bërë atë vit kur Tirana dhe Partizani dolën me pikë barabarta dhe e mori Partizani kampionatin me golavrash. Edhe më zhdukur sikur kjo Final Four u bë më tepër edhe për këto dy skuadra. Me ato që kam parë në fush gjatë këtyre viteve që është bërë ky lloj futbolli jo me Final Four, unë kam qenë kundra skemës, jam kundra skemës. Këtë vit është rregulluar pak skema dakord, jam deri diku dakord me përgjysmimin e pikëve, domethënë nuk i hiqet domenit. Por më zhdukur që ky Final Four nuk ka lezet pa Tiranën dhe Partizanin brenda. Të vetmet ndeshjen futbollin shqiptar, të vetëm ekipe që mund ta mbushin atë stadium është vetëm Tirana Partizani. Është e vështirë për skuadrat e tjera tona